Skenari i parë është që presidenti i Republikës Ivanov do të duhet t'jep partisë së dytë mandatin për të krijuar numrat në Parlamentin e Maqedonisë. Dhe ky është skenari më normal që do duhet ndodhte. Dhe e dyta, VMRO-ja po tenton, do të thotë, që të bëjë edhe një krizë dhe ta detyroj presidentin e Republikës që t'jap dorëheqje, që mos të ketë kush t'ja jep mandatin, dhe atëherë do të kishim një krizë, nuk do të kishim, do të thotë, mundësi që të krijohet qeveria dhe në kështu formë do të bllokoheshin institucionet dhe në këtë rast do të fitonte VMRO-ja. Skenari tjetër është që të shkohet në zgjedhje të parakohshme, edhe mendoj se këto pak a shumë janë kombinatorikat, por nuk besoj se zoti Ahmeti mund të lirohet kaq lehtë nga vllau i tij Nikola Gruevski, me të cilin 10 vite këndej po qeverisin bashkë dhe Maqedoninë e kam prunë buzë greminës.